Deri në Këshillin e Prokurorëve Publik është dorëzuar kërkesë për përjashtimin e Prokurorisë Themelore Publike për krim të organizuar në rastin Lagja e Trimave. Avokati Nasser Raufi, i cili përfaqëson 10 të akuzuar për këtë rast, tha për Arsat-M, për rastin e Kumanovës ka biseda të përgjuara dhe kompetente për të vepruar në këtë rast është prokuroria speciale Katica Janeva. Ministri i Drejtësisë Adnan Jashari thotë se nëse ka elemente dhe bazë, prokuroria speciale do ta merr rastin në kompetencën e saj. Prokuroria speciale duhet të vendos për gjitha çështjet, të cilët apo për të gjitha rastet, të cilët në bazë të informatave që ajo do i posedoj, do vlerësoj se ka elemente për të iniciuar procedurë penale. Përfshirë këtu edhe rastin Sopot, Monstra, por edhe rastet të tjera për shkak se Republikën e Maqedonisë ka disa raste që në farë mënyrë thotë janë të njohur për opinionin e gjerë. Në seancën e para 2 ditëve për vlerësimin e aktakuzës, të gjithë 29 të akuzuarit për terrorizëm u deklaruan se nuk ndjehen fajtor. Avokatët u ankuan se prokuroria për krim të organizuar ka nisur hetim jo ligjor, ndërsa të akuzuarit nuk kanë pasur qasje në proces verbalet dhe provat. 29 personat akuzohen për sulmin ndaj stacionit policor në Gushinc më 21 prill dhe ngjarjet e 9 dhe 10 majit në Kumanov.